Për ne, lufta e klasave ishte një makineri diktatoriale të mërshme, por izolimi ishte përsëri një faktor të mërësisht në favor të diktaturës. Sepse ata që zveprojnë si ne, kishin një hapësirë lëvizje nga liqeni Shkodrës në Kamçatkë. Po, kurse ne nga Hanihotit në Kakavi. Pse japë këtë shembull? Enver Hoxha ishte një gjaksor, kishte kryer krime monstruoze, dhe ai nuk mundej në asnjë mënyrë të lëshonte karrigën e tij. Kurse sot Edi Rama, jo ndaj prendorisë të skeqes siç ishte kampi socialist, por ndaj Bashkimit Evropian, ëndrës më të bukur europiane të gjitha kohrave, don ta shkpus. Pse? Për karrigën e tij. Sepse e din që po shkoj Belinda, Lubia, në bangun e akuzës, do shkoj dhe ai. Ajo ja ka bërë ben. Sot ka ndajt gjithë ditën në zyrë, duke u marrë me gjykasit, duke çuar mesazhe në mënyrë që të marrin vendimin që morën. Pra, shikoni se çfarë janë në gjendje këta të bëjnë ndaj nesh.